Jemi edhe më tutje duke u shoqëruar me programin e mëngjesit. Do të flasim tani për problemet që kanë banorët e 3 lagjeve të fshatit Plullzhin të komunës së Skenderajt, të cilët për të kaluar në pjesën tjetër të fshatit në 3 lagjet e tjera, e kanë të pamundur për shkak të një rrugë e cila është e mbyllur, gjatësia e së cilës është rreth 700 metër. Andaj, për të lëvizur këta banorë brenda lagjeve të tyre, duhet përdorin rrugë alternative. Gjithashtu këtyre banorëve ju mungon edhe sistemi ujësjellësit dhe sistemi i kanalizimit. E ndjekim kronikën të cilën e realizuan pikërisht në fshatin Plullzhin. Kjo pjesë e fshatit Plullzhin të Skenderajt e tëra me thera, gjatësia e së cilës nuk është më e madhe se 700 metër, por që po ua pamundson banorëve lëvizjen brenda fshatit. Esenca dhe qëllimi i kësaj vizitës ju në këtë fshat është që kjo rrugë e cila po shihet këtu, është neve po na pengon edhe na ka met për lidh fshatin. Fshati në ka ndonë në dysh, 3 lagje në tonë, 3 në kiton, 6 lagje i ka. Nuk kena ka dëpërtojna as për ahengje, as për dek, as për darcën, as për kurgjë. 700 metra, s'ka ma shumë kjo pjesë e rrugës, e cila ka mbet kështu, është në projekt të komunës, ka qenë e matën e krejt, po jo vallaj, po na s'po kemi bugjet, s'po mundëm kësaj radhe, s'po mundëm sot, nesër dit po kalojnë. Fejti veni, deri në lagje në shpinë ma të afër në tjetër, duhen 5 km, 6, një drejtim deri në 12 km për një më shku dhe më këthuj. Na duhet me shku me dalë të shkolla Ticës për mes Ticën, Likovës, në Bri, edhe më këthuj në lagje tjera që janë lagja Nura, Meha edhe Hoxhaj. Kërkesa jonë edhe lutja jonë është nëse s'ka bugjet komuna në të na ndihmon edhe qeveria edhe kusht mundet vetëm në të na qelë këtë rrugë dhe në lidhet fshatin. Sheremet Zeka e tregon se në mungesë të rrugës, këtyre banorëve ju kanë mbet mbi 50 hektar e tokës pa punuar. Për shkak të rrugës krejt toka në ka metën batal pa punu, se kërkush po të lejon për o bërd vetin, a për punon vete me hin. Edhe tash, të 3 fshatën aton, 3 jem në kiton, krejt që kjo tokë po jetë për shkak qësoj rrugë. Ka njëri ka 2 hektar, ka 1 hektar, ka 6 hektar, ka edhe me 20 hektari, 30 hektari, që sa farë copash, që jesin pa punu, që tash natyra krejt doket që me dvesh për shkak rrugës pa punu. Fshatit Plullzhin i mungon edhe kanalizimi e ujësjellësi. Kanalizimi na mungon. Edhe kanale këtu krejt na e detyruan me qit na për 4 muaj. Ujnat e zeza. Edhe ujnat e zeza po na infektojnë edhe krejt banorët. Ujësjellës nuk kemi. Çata ujna duhet me përdor edhe problem. Baki dikush bon edhe pej dikun tjetër merr. Shumë familje bojnë edhe pej duket pej Skenderajt edhe ku xojnë ujë më të mirë. Shumicën e bananave janë ndotën. Banorët e fshatit Plullzhin patën ankesa edhe për mos trajtimin e disa rrugëve më të shkurta brenda fshatit. E të lidhur me këto probleme, ne përmes linjës telefonike do të bashkëbisedojmë me drejtorin e shërbimeve publike të komunës së Skenderajt, drejton Mulaj, të cilin e kemi besoj në linjë telefonike tani. Përshëndetje, drejtor, mirëmëngjese. Përshëndetje, mirëmëngjese. Kishim mujt pak të flasim për probleme që i kanë këta banorë, duke filluar nga rruga e cila është e mbyllur, rrugë jo që po e ndan fshatin në gjysmë, në qoftë se mund të themi. Po gjithsesi. Sa për transparencë, njëftoj se pas lufte, investimet të cilat janë bërë të gjitha investimet në këtë komunë. Datë viti 2021 është investuar në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në disa lagja. Lagja Mehaj, Nura, Hoxhaj, ndodh nga një organizatë amerikane, nga IOMI. Ndërsa gjatë vitit 2004, CDF ka trasu rrugën që lidh të 3 fshatëra, Likovë, Plullzhin, Ticë, në një shumë afër 100.000 euro. Ndërsa në vitin 2005-2006 këtë që ka rregulluar sistemin e ndryshimit në shtylla betoni dhe me kablo të mbuluar, dhe sistem standard. Ndërsa komuna jonë gjatë vitit 2015-2016 kemi investu dikon rreth 300.000 euro në 5.5 km rrugë të lagjeve të gjitha të asfaltuara. Nxënësat e këtyre 4 lagjeve, Kadrijev, Sokoli, Bajraktari, shkojnë në shkollën e Ticës, ndërsa nxënësit tjerë të lagjeve Hoxhaj, Nuraj, Mehaj shkojnë në shkollën e Likovësit. Kjo rrugë është e arsyeshme me mushtru, po për shkak mjeteve financiare duhet një kohë gjatë me prit. Për arsye se kjo rrugë lidhet
dy anë të fshatit dhe për momentin nuk ka bugjet. A është bërë ndonjëherë projekti, sepse banorët thanë se projekti ka qenë i bërë, por nuk është realizuar për hapjen e kësaj rrugë? Nuk është bërë për atë pjesë anena, është bërë vetëm për rrugët e lagjeve, të cilat edhe kemi asfaltuar. Ndërsa për projektin e kanalizimit, në gjatë vitet të ardhshëm keni planifikuar që të startojmë nga qendra bashkisë lokale, gjithsesi nga Likovci, dhe me shpërndarjen për gjitha fshatrat për rreth, do të ku përfshihet edhe Ruzhina, e cila është shumë afër bashkisë lokale Likovcit. Viti ardhshëm do t'i bëj me ujësjellës dhe kanalizim? Me vitin ardhshëm me kanalizim, ndërsa në 2018 do të startojmë me ujësjellës. Por problemi i madh për këta banorë ishte rruga, kështu që do të kthehemi sërish. Nuk ka ndonjë afat caktuar se kur do të mund të bëhet hapja e kësaj rruge? Apo dëgjojmë? Rrugë ku banorët ka dhe 15 shtëpi, nuk mundëm me ofru qatë rrugë. Të lutem, nuk dëgjuam pati një ndërprerje në linjë telefonike, nëse mund të na e thoni edhe një herë këtë të fundit. Gjatë vitit 2017 është e pamundshme të rregullohet ajo rrugë për arsye të buxhetit. Unë e kemi planifikuar të fillojmë me kanalizime. As 2017 nuk do t'jetë më i mirë për këta banorë? Rruga, këta banorë kanë rrugën shumë të mirë, kanë qasjen e për asfalt. Gjitha lagjet vetëm ju nevojitet një 700 metrash për mu lidh lagjet e fshatra. Lëvizjen s'mund t'a bëjnë, pikrish këto 6 lagje në qoftë se mund të themi, s'mund t'a bëjnë lëvizjen pa kaluar në rrugë alternative. Por këtu po lidhet edhe një çështje tjetër, edhe në toka djerë cila ka mbet, dikun ishin mbi 50 hektar që s'mund t'i punojnë, pikrish për shkak të mungesës së rrugës dhe problemeve që mund të paraqiten në mes vete për shkak se duhet kalojnë në tokat e njëri tjetrit. Ato ora mundën më punu, kanë rrugë alternative, do të hyjet me traktora me mjete bujqësore në për gjitha rrugë të nena. Vetëm kjo rrugë është e arsyeshme mu lidh fshati, po për momentin s'ka buxhet. S'ka buxhet, po. Po a keni provuar që të kërkoni ndihmë nga qeveria apo dikush tjetër për këtë problem, apo nuk arsyetohet? Po për momentin s'ka posar të gjithë. Ne në fakt në fund krejt e thamë sepse takuam banor në përgjithësi të këtij fshati dhe rrugët dytësore, nëse mund të themi, të cilat janë asfaltuar, nuk ishin të kënaqur shumica e banorëve, diku sipas tyre, çdo herë po flas në emër të tyre, diku ka pas rregullim të rrugës, diku s'ka pas, diku gjendja jo aq e mirë. Sa jeni të kënaqur ju si komunë me atë çfarë është punuar në fshatin Pluzhin? Rreth 98% gjitha shtëpit, gjitha lagjet janë të asfaltuara deri dyert të burrit, vetëm kanë me dikun 3 rrugë afër 300 metra, ku ato na duhet vetëm me zhavar do të intervenojmë brenda javë. Brenda javës? Brenda javë me zhavar. Përndryshe 98% është asfaltuar. S'keni përshtuar diçka tjetër për fshatin Pluzhin? Do të përfitojmë ndonjë të mirë, ta themi gjatë këtij viti, ky vit veç përfundoi, po në 2017-ën. 2017-ën do të startojmë me kanalizim. Kjo e mirë me kanalizim kështu. Po. Mirë, po e shfrytëzojmë prezencën e juaj, çfarë do të përfundoni në fakt brenda këtij viti, çfarë jeni duke punuar, duke ditë që ka mjaft shumë punë dhe Skenderaj ka qenë një vend ku ka pas probleme shumëta me infrastrukturë, por që është punuar bukur shumë. Ndonjë projekt të cilin mund ta përmendni më të rëndësishëm të cilin e keni realizuar gjatë këtij viti? Gjatë këtij viti janë asfaltuar rrugët e komplet fshatit Polar, rrugët e fshatit Makramal, rrugët e fshatit Pluzhin, Obri, Murg, një pjesë e rrugëve të fshatit Runik, ku shumica tyne janë trasu, vitin e ardhshëm do të asfaltohen, një pjesë e rrugëve të fshatit Kladërnic janë përfundim mu trasu, po jo mu asfaltu këtë vetë, vitin e ardhshëm janë planifiku mu asfaltu, rrugë në për qytet, Klin, Prekaz, do rrugë Tushil, Boroj, Dashef, Baks, Morin. Këto janë projekte që do të startojmë edhe vitin e ardhshëm ku jemi. Mirë, juve suksese në punë. Faleminderit për telefonatën. Ne përfunduam pra bisedën me drejtorin e shërbimeve publike, drejton Mulej, ndërsa banorëve të fshatit Pluzhi në 2017 do të përfitojnë vetëm kanalizimin, siç tha drejtori, kurse rruga ndonse e nevojshme për lidhjen në mes të fshatit, për lidhjen e këtyre lagjeve, por
e dëgjuat sigurisht edhe ju, nuk ka thot buxhet dhe ende nuk është në plan që gjatë vitit 2017 të ndodh një gjë e tillë. Banorëve ju mbetet që të presin edhe më tutje. Mirë, ne do dëgjojmë tani pak muzikë, kënga Bebe, të cilën e interpreton Gjencila dhe Kida, ndërsa pas kësaj kënge ne do të presim edhe sot telefonuesit të cilët do të na tregojnë rreth problemeve që kanë me infrastrukturë, me shërbime jo të mira në përgjithësi, jo vetëm sa i përket infrastrukturës, të cilat do duhet t'i merrnin nga komuna e tyre.